Deputetët demokratë janë rikthyer në zyrat e kuvendit me kërkesën e 5 radhazi për mbledhjen e Këshillit të Mandateve për të diskutuar kërkesën e SPAK për imunitetin e deputetes Belinda Balluku. Edhe këtë herë, deputetët e Partisë Demokratike dyert i gjetët të mbyllura, duke akuzuar kreun e kuvendit Niko Peleshi për keqpërdorim të rregullores dhe tentativë për të mos iu bindur drejtësisë. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kundërshtoi dhe idenë e hedhur nga Agron Sheaj për publikimin e materialeve që SPAK ju dorëzoi deputetëve antar të Këshillit të Mandateve, duke cilësuar atë si një veprim që cënon ligjin dhe kushtetutën e vendit. Në gjykimin e 5 antarëve të opozitës në Këshillin e Mandateve, është vetëm respekti ndaj ligjit ai që mbron interesin publik. Në asnjë rast, në asnjë rrethan, shkelja e ligjit nuk i shërben mbrojtjes interesit publik. Ligji ekziston pikërisht për të mbrojtur interesin publik. Përballë pretendimit të deputetëve të Partisë Demokratike që duan mbledhjen e Këshillit të Mandateve pas kërkesës së 5 antarëve, Partia Socialiste nga ana tjetër refuzon, duke nxjerrë në pak kërkesën për 3 javë kohë që paraqiten avokatët e Ballukut në seancën e parë, por edhe elementin tjetër se gjykata kushtetuese ende nuk është shprehur për këtë çështje.